E tani është koha për tema javës. Me kë jemi marrë dhe çka kemi zbulu, do e kuptojmë së bashku në insertin në vazhdim. Ani pse ka mbaruar është një prej temave më të diskutuara, bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania. Çka pas mbarimit të saj, ku mbetën banorët që i mbushën rrjetet e mediat roz, me lajme nga më të ndryshme prej të parit deri tek fituesi që ishte Gjeste. Sonte në tema javës do t'i diskutojmë disa prej ngjarjeve që shënuan showbizin shqiptar dhe po e kemi fjalën për festën luksoze të ditëlindjes së Loredanës. Ajo ka festuar deri në orët e para të mëngjesit me familjar, miq e koleg. Pjesë e eventit ishin padyshim edhe shumica banorëve të Bigut, ama ka munguar fituesi këtij edicione. Ani pse mungoj, njësoj nuk mund të themi për partnerin e tij Egli, me të cilën thuhet se u nda me t'u larguar nga gara kur edhe u shpall fituesi çmimit të madh 100.000 euro. Por çka të gjithëve na bëri përshtypje, nuk na ka ikur si detaj ishte padyshim pjesëmarrja e Xhenetës dhe injorimi që Egli ja bëri asaj. Teksa të gjithë vallëzuan kur Fetau u fut në mes e shoqëruar nga Xhibani, aktorja dhe këngëtarja Taku u largua duke injoruar totalisht ishin e reperit kosovar Besart Kelmande. Këtu vlen të përmendet që nuk mungoi as urimi i Jozit, dikur partneri i Lorit, ama fizikisht nuk ishte i pranishëm. Por dikush mungoj dhe është diskutuar goxha shumë, normalisht përveç Gjeste. Të pranishëm nuk ishin as çifti Tiri dhe Krisa. Ndoshta se këta të dy janë përla shumë keq me Lorin, që për këtë herë është ylli mbrëmjes. Ma atë që ti po thoje pak më parë e plase nga inati. E plase nga inati nga... Jo, as Danja nuk ishte aty. Gerta jo vetëm që u pa në ditëlindjen e Lorit, por brenda shtëpisë u bë cope gri me Eglin e në fest u pa krasaj. Dy ftyrsi kjo apo jo? Përndryshe, disa prej konkurrentëve të edicionit të 4 të Bigut po vazhdojnë angazhimin e tyre, disa më shumë e disa më pak. Nga muzika, aktrimi, deri tek bota mediatika apo pagesat e majme të rrjeteve sociale. Ky është post Big Brother VIP Albania. Kjo nuk është vajzë shembull, kjo nuk është vajzë shembull, nuk i